Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të mënduar me leximin e haditheve nga libri Riyadus Salihin. Këtë libër që e ka shkruar dietari i shuar i njohur Imam Nevevi rahimahullah, dhe ka përmbledhur në këtë hadith, në këtë libër, hadith të pejgamberit alayhi salatu wasallam, të cilat i ka klasifikuar në bazë të temave që i ka përzgjedhur autori në këtë libër. Ne jemi tek kapitulli i durimit, i sabrit, dhe deri më tani kemi marrë disa hadithe që kanë të bëjnë me këtë çështje shumë madhore, të rëndësishme dhe të domosdoshme për jetën e besimtarit. Kemi marrë hadithe të ndryshme që realisht edhe kanë përmend kuptimet e duhura edhe të rëndësishme të sabrit, që duhet me kuptu sabrin dhe cili është shpërblimi për sabrin. Vazhdojmë autori që të përmend hadithe të tjera të përzgjedhura lidhe me këtë çështje, ku hadithi i radhës është hadithi i Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala, i cili thotë se një ditë i dërguari alayhi salatu wasallam kaloi pranë një gruaje e cila çante tek një varr. Një grua ka qenë duke qajtur tek një varr dhe pranë se ka kaluar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe kur ka pasur këtë gjendje pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë grua, i ka thonë isbiri, i ka thonë ittaqillaha wasbiri. Ki frikë Allahun edhe bë sabër. Ajo pa shiku fare kush po i thot as kush është pasaj, ka thonë largohu nga unë, nga se ty nuk të ka godit ajo që më ka godit mua. Nga se ajo nuk e ka njoft pejgamberin alayhi salatu wasallam. Pastaj i kanë thonë njerëzit innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ti i ke thonë kështu pejgamberit alayhi salatu wasallam. Atëre ka nxitu me njëre, ka shu të dera pejgamberit sëmë dhe ka në hadith falem te gjit indahu bawabin. Nuk ka gjithë të pejgamberit më ruajt e dera. Ka qenë mundësia me hi lërë shumë shtëpit pejgamberit alayhi salatu wasallam. E i ka thonë nuk të kom njoft, nuk kom ditë kush je. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam innama sabru inda sadmatil ula. Sabri është në goditin e parë. Dhe ka një transmetim tjetër se, si përse e përmend Muslimin e Sahihun e tij, se i vdekur që ajo ka qajtë për te ka qenë një fëmijë e saj. Të ndërlozër kjo hadith tregon shumë gjëra. Një nga ato është se vdekja e të afërmit nuk është e lehtë. Njeriu kur ka sprov, kur ka ngarkesë, kur ka të lashe, ka mundësi që shumë gjëra nuk i vren. Prandaj nuk duhet me e gjyku njërin për fjalët që i thot në këto situata. Po flas po fjalët duan që në dikun normale, se jo me dal nga kufiri normales. Kë grua nuk ka thonë diçka të keqe. E keqe ka qenë pse e ka thonë pejgamberit alayhi sallam. Me pas ka thonë në fyri ofendim apo diçka, edhe pse padyshim më e duhura ka qenë që ajo të ndikohet nga këshilla. Kjo është më e mira. Mirë, për në aspektin e përgjithshëm s'ka thonë ndonjë fjalë fyse. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë që mon nga kjo ditë është në rrezër se pejgamberi alayhi salatu wasallam, do të thonë ja ka dhënë këshillën pa i tregu kush është. Nga se na si musliman duhet të mësojmë që me marr këshillën. Kur është këshilla e duhet e këshilla me vën. Kur dikush na këshillon, edhe kur dikush nuk ka tendencë këtë këshill, por këshilla ti është përmbajtësore, ka të bëjë me rastin ton, na duhet me pranuar, pavarësisht kush është ai që na këshillon. Prandaj këtë rast, fakti që ai s'e ka njohur pejgamberin son nuk ka qenë shumë e rëndësishme, sa ka qenë e rëndësishme ajo me e marrë këtë këshillë, nga se këshilla ka qenë në dobinë e saj. Dhe shikoni sa bukur ka përgjithë pejgamberi alayhi salatu wasallam dy fjalë, ama shumë përmbledhëse për situatën e saj. Cila ka qenë situata e saj? Një sprov e rëndë që ka godit me vdekjen e një të dashuri të saj dhe shumë të afërt me të. I ka thonë pejgamberi ittaqillah wasbiri, ki frikë Allahun e mëdhenuar. Çka i vjen ki frikë Allahun e mëdhenuar? Do të thonë
qëndroj përmbajtur brenda kufeve. Lejohet njëri me qa, lejohet njëri me umërzit, po nuk lejohet me i t'i kalu kufit, nuk lejohet domethënë që me bëhet qëllëm nuk është i kënaqur. Dhe në kuadër të kësaj këshilla është edhe shpresa shpëlimin tek Allahu i manduar dhe bë sabër, bë durim. Kjo grua, domthonë padyshim as nuk e ka vënë veshin kësaj këshille që duhet, për shkak se ka qenë e kapluar nga dhimbja e humbjes së fëmijës të saj atë. Dhe ka ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shprehte në vëllazër, domethënë çfarë edukate kanë pas shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Megjithë këtë sprovë, këtë telashe, këtë galje që ka pas, nga se nuk është e lehtë me të vdekë një afërt. E lera më një nënë me i vdekë një fëmijë. Domthonë për një nënë fatkeqësi më të madhe se vdekja e fëmijës së saj nuk ka. Nuk ka diçka më vështirë për prindin se me vdek fëmiu para tine. Nuk ka. Është situatë shumë e rëndë. Dhe njëri si kur thënë këtë situatë ka mundësi që të më thonë shumë gjëra nuk i vrejnë, nuk i vlerëson, është në një lloj dehje të mërzisë. Mirë po, kjo grua, posa i kanë thonë ka qenë pejgamberi son, këtë i ka harru. Ka nxu më njëherë të kërkon falje edhe të arsye tek pejgamberi alayhi sallam, nga se autoriteti i pejgamberit alayhi sallam tek ta ka qenë mbi gjithçka. Mbi gjithçka. Ai ka më thonë rregull, kum gabuar, kum di që është ai edhe më lën këtë punë. Ka mujt me shku ma vonë dikur. Mirë po, kur bëhet fjalë për Muhammedin alayhi salatu wasallam, normalisht ka nxituar më një herë që më kërku falje apo. Dhe ka shkuar drejt në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam që më kërku falje. Ta arsyetohet se unë nuk të kom njoftë ja Rasulullah, nuk kom di që jeti. Kur ka shkuar tek pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndërruar, sikur që edhe përmend hadith, domethënë pejgamberi nuk ka pas roje. Ka qenë modest, ka dalë mes e njerëzve, nuk ka pas të dera dikë që ka rujt e që domethënë të bën termine kur me taku pejgamberin alayhi salatu wasallam. Për në disa situata shumë të veçanta, kur pejgamberi ka vendos rrethare të dera, kanë qenë shumë të rralla, situata të veçanta dhe shumë specifike, ndërsa në jetën e përditshme të rëndomt pejgamberi nuk ka pas roje tek dera e tij. Madje njerëz kanë nejtë edhe gjatë shtëpinë e tij, saqë ka zbrit ajet se Allahu xhallahu ka thonë kur të përfundoni ushqimin apo ndajnë, shpërndajuni, nga se kjo është qetëson pejgamberin alayhi salatu wasallam. Mirë pejgamberi sa nga turpi, që ka thonë kur çano. Ka mund të çano. Ai ka qenë autoritet, edhe ka pas punë të veta, gjithë ditën ka qenë i lodhur, i raskapitur me punë, me angazhime, e ka prit pastaj adhurimin natës, ibadetin natës, e ka prit pastaj sabahu me xhamat, e ka prit pastaj angazhimin pas sabahut. Megjithatë njerëz kanë net e pejgamberit i ka marrë me thonë, po qëni bura, se në të këmë përshuafën. Nëse ka ajet për këtë punë dhe i ka disiplinu njerëzit se qysh duhet më nejtë të pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ajetë, ka disa gjëra një jetë që duhet njëri me i kuptu natyrshëm. Nuk ka me pas mësim, ekstra për këtë çështje. Po, për shembull të, nuk ka nevojë, për shembull, si në këtë rast, njëri i cili ka angazhime, ka punë, ka obligim me palë, me njerëz e kështu me radhë, tash më u bë barë pa nevojë. Për faktin se është ngarkesë, po se kom ditë, e pse s'm thap, nuk ka më të thonë, dihet ndoshta. Sikur që e kom përmendur edhe në aspektet e tjera të jetës tonë. Për të ndërozur, nuk ka nevojë për shkakun më thonë njerëzve në xhami mos bëni zhurrë. Ka është absurde. Se dihet që në xhami do të pas qetësi, apo të më pas një edukat të mirëfillt që njeriu në bazë saj i kupton sanat, i kupton gjërat. Andaj njerëzit në xhami kanë ardhur, dikush falet, dikush bën dhikr, dikush lexon Kur'an, dikush bën do, e të ashtu me ardhur me bu muhabet. E me bu zhurmë, me i pengu njerëzve. E me thonë, heshtë njëse, të më thonë, në xhami është kë njerëz po falën, po se këmë ditë. Po ti, si t'je hi në derë xhami, si do është me ditë që du me bu këtë. S'ka një me të kalëzu. Ose për shambull, për ndodhë nga njëre ditë në gjuma, hoqë e fillan dersin, njerëzve për qoshe bisedojnë, flasin, do në veç zoni i nalt i mikrofonit e jo mund zoni tyne. Se për njështë, nështë asë ligjërata nuk ishtë dëgju, deri sa ata kyqen ligjëratë. A fillan ligjërata, fillan dersi, nuk ka zhurëm, nuk ka më bete. E dëgjën dersin ose bë dhikr. Përmend Allah në azuel dhe qaq. Mirë për jo me bë zhurëm. A dhe duha të them që janë do punë që
nuk ka një përmësim për të, nuk ka një thonë njëri të bë qështu. E dishmë është. Edhe, dhe më thonë, në situata që ka shku këgruja të këpërshëm, s'ka pas roja. Mirë, po, fakti që pejgamberi ka hapë derën e shtëpisë, pse e ka hapë? Pse s'ka pas roja? Shkak se ka alergji, që si kjo grua aty, pse me maltratu të dera aty, çka ki, çfarë po duhet, apo mirë, po fakti që pejgamberi ka qel derën, nuk do më e keq përdor mundsinë. Nuk do më e keq përdor mundsinë, po duhet me qenë mirënjohës për këtë mundësi. Kjo ka shku tek pejgamberi alayhis salam dhe ka kërkuar falje për këtë që ka ndodhur. Andaj pejgamberi alayhis salam i ka thonë inna sabru inda sadmatil ula. Shikoni të ndërëzër, pejgamberi alayhis salam nuk ka marrë qëndrim ndaj saj. Për shembull, me tonë dikush, apo më lënë rahat, merë qëndrim njëri. Ose qysh më tha ashtu, unë po të këshilloj për të mjetë, se ka marrë për asysh për nështë këtë. Shka asgjë s'ka thonë lidhe me sjelljen e saj. Kur gjë s'ka thonë. E ka mirë kuptu se në onë. Me vë që ka këshillu se çështja e sabrit është ndryshe. Do më thonë, shikoni këtë, do më thonë, qasje kaq të bukur që në mësën feja. Nuk e ka qortu për sjelljen, as për agimin, nga se ka mirë kuptu. Me për në anën tjetër, nuk e kanë marrë emocionet pejgamberit alayhis salam që në bazë të emocioneve me gjyku me thonë që kjo është non gabim ka bo, ama sevapin e koja, sevapin s'e ki. Në sevapin e kështë pas kërë po sabër në herën e parë. Në sabrit e në vëzër është në godit në parë, që aty njëri prandaj të me koni gachum njët për gjithë shka. Dhe në reagim mos me nëzitu. Për shembull se të godet, diçka e pakëndshme, një sprovë, një fatkeqësi, mos reago me njëre. Çështja e parë që duhet me pas kujdes është goja. Ruaje gjuhën. Nga se shumë rëndësi që ka thua në momente para, shumë rëndësi. Shumë rëndësi që ka thua në këto qaste, me here. Prandaj, në le vetën, aktivizoj mendjen, thuaj ato që ka duhet, pastaj vazhdo tutje. E po njerëzit kanë për shembull në nervoz, në ngarkesë, thot diçka, tani kur kryet ka lënduar, ka coptu zemrën, thot, "Bam Allah se kesh ngarkum." Në rregull, të kuptoj që i ngarkum, ama zëmon që i ngarkum të ashtu më shfryn dikon tjetër pa drejt. Po përmbajë pak, bë sabër, për ta sabër. Për ta duhet me bë sabër. Për ta na po flasim për sabrin, me qenë të përgatitur për çdo situatë. Mi po i thot njëri gjithçka, e ofendon, për shembull, e lëndon, thot fjalë që nuk thuan fare, pastaj vjen thot, "O kom qenë nervoz." E ku është sabri? Pastaj dhe pse e nervoz, zëmon që duhet tash me coptu zemrën e dikujt, me lëndu, nuk do me thonë, përmbaj gjuhën. Çështja e parë është me përmbajt gjuhën. Nëse edhe Allahu xhallahu sikur se ka në hadith, i dërgon me lajket me shiku kur të merr, sikur se kemë mësu, kur të merr, do me thonë, një dashun, e në hadith ka të merr loçkën e zemrës, në fëmijën e merr. Taktimi Allahut. Çka thot Allahu azhjal me lajkeve, a ja morët do më në pjesën e shpirtit, po o Zot. Ma dha qala abdi, çka tha robi jam? Ma spari, çka tha? Nëse ka thonë mirë, ka reagu duke thonë, Allahut është, Allah e ka dhunë, Allah e ka marë, të Allah t'jeme, të Allah këna mu këthy, nëse ka thonë kështu, atër i thuët, me lajkeve ndërtojni një shtëpi në xhenet dhe quajeni shtëpia e falërimit dhe mirënjohjes. Bashka këtë reagimit të parë, se ma vonë të nërozë, mas 2 ditet, këtë ka lënë nërozë, këtë qëtëson, s'ka në të me po sabër për të thona. Sabër mu, se ka kuptimin e vetë, prandaj besimtar me konë i gatshëm për gjithë situatë me ditë si me reagu. Edhe në gjithë situatë me rujtë mas pari, zemrën në raport me Zotin dhe gjuhën në raport me njerëz. Ruje. Zemra me pas me nditë mirë për Allah në azhjërë, kjo është e para, dhe dyta, gjuha mos me qenë gjuha ofenduse, apo rënduse, apo që shprej një vajtim që është jashtë kufeve të asaj që Allahu xhallahu ka lejuar. Shko sa mirë kam mësuar Zoti xhallahu. Qysh më organizuat brendshmën, jashtëmën, fjalët, mendimet, edhe në situatat më kritike që mund më kalon në jetën tonë. Dhe kur i ka thonë pejgamberi sa inna as-sabru inda sadmati ula, sabri është në godin e parë. Çka ka dashur më thonë me këtë? Ka dashur më thonë që rregull, përfundoi. Mirë, po shpërblimi i sabrit është në goditjet e parë. Çata, problemi është se ka u pse vapën. E ka u pse vapën.
Prandaj pejgamberi alayhis salam ka dashur me këtë çështje, domthonjë që me rrit këtë grup që s'pa ku kjo grup mos me bashku mes dy fatkeqësive. Qysh mes dy fatkeqësive? Po fatkeqësia e parë ka humb djali, e dyta fatkeqësi me humb sevapi. Me çdo dy të ruje. Ka njerëz që s'ballaj fatkeqësisë, së tyre jashtojnë fatkeqësinë. Ka sprov e fatkeqësia e dytë është i dobson raport me Allahun xhallahu. E humb sevapin. Kjo është fatkeqësi e madhe. Nëse atë parën s'ka mujt me nal. Po dytën ke mujt me nal. Për shkak mush me nal vdekjen e dikujt për të afërm, nuk mush me nal këtë. Kjo ka ndodhur, u kry. Mirë po, dytën ke mujt me bo, me fitu shlimin tek Allahu te bareke o taala. Andaj për këtë arsye edhe na ka mësuar pejgamberi që të qenë të kujdesshëm dhe me fol ato që duhet ose me hesht. Dhe këtu padyshim ka, domthonë në këtë hadith tregohet vlera e sabrit në momentet e para të goditjes nga sprova dhe fatkeqësia. Hadithi i radhës, hadithi i Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se ka thonë pejgamberi alayhis salam, yaqulu Allahu ta'ala, thot Zoti i Madhëruar. Do të thotë këtu kemi të bëjmë me një hadith kutsi. Hadith kutsi është, domthonë, fjala e Zotit që nuk është Kur'an, që nga Allahu i Madhëruar ka përcjell pejgamberi alayhis salatu wassalam, por fjala e Allahut, Allah ka thonë, por nuk është Kur'an që lexohet. Ka thonë Allahu azza wa jall, sikur thot pejgamberi alayhis salam, ma li abdil mu'min indi jazaa'un idha qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-janna. Allahu ka thonë, çdo robi tim që ja marr një dashun ti, safiyahu është i afër, i përzgjedhur, e ka të veçantë. E Allahu nëse ja merr çto, unë ja merr me caktimin e tij, vdes. Ka thonë Allahu xhallahu ala, çdo robi tim që ja marr, domthonë një dashën ti, e ai në raport me këtë, e shpreson shpëlimin tek Allahu te barekuhu. Do të bëj sabër edhe e shpreson shpëlimin. Thot Allahu xhallahu ala, për të ka shpëlim xhenetin. Për të ka shpëlim xhenetin. Edhe ky hadith flet, se sa është më rëndësi njëri me ditë me përfitu nga ngjarja. Wallahi të ndërruar është fatkeqësi kur njëri në mundësi me fitu sevap të madh tek Allahu xhallahu ala hub. E humbs është pastaj edhe në dunjë dhe në ahiret. Ti e humbs në dunjë kuptim të ngushtë të humbjes, normal se e ke humbni të afërt. Pse po humb ahiretin? Fitoj ahiretin. Gjithë që Allahu na i dërgon nga begatit, nga fatkeqësitë, nga të këndshmet, pa këndshmet, keq që na dërgon Allahu azza wa jall është hajër për neve. Nëse na dina me e të që duhet. Mirë, por nëse nuk dina me e të që duhet, edhe begatia shëndrohet në fatkeqësi. Për shembull, nëse Allah e qenë një robit një begati, e ai nuk e falëron, e thot kjo është për meje, që ashtu duhet më koni meqë me punu, po ha, i meqën e kushta dhe mendin, e kushta dhe fuqi me punu, e harra Allahu azza wa jall, kjo begati shëndrohet në fatkeqësi. Në aspekt në jashtëm është begati, është mirësia, ka jep Allahu azza wa jall. Po në esencë është fatkeqësia. Prandaj gjërat nuk maten me anë e jashtme, të këndshme apo të pakëndshme. Gjërat maten me çka po fiton. Që ky ka hub dashmin, me ka fitu xhenetin. A ka hub apo ka fitu? Ka fitu shumë ato. Ka fitu ato. Prandaj edhe njerëz të mëshëm këto gjëra kanë kuptuar. Padyshim se të ndërmjet kur flasim për me vdek një fëmijë, nuk flasim gjëra të zakonshme, gjëra të thjeshta, e vështira vallahi, një sprovë e madhe, është e vështirë. Mirë, po edhe në këtë situatë duhet njëri me ditë më gjind, jeta vazhdon. Andaj ka ardhur njëri tek Fudhali ibn Iyad rahimahullah. Shikoj sot mëçi më kon tonë, shikoj sot mëçi më kon. I ka thonë Fudhali ibn Iyad rahimahullah, i ka thonë ka dek një fëmijë spomoj, mund të themi spomoj vëlla më kfill. Sy s'po më qel më. Ka njerëz që kur i des dikush, për shembull, ka plot nga depresioni, nga mërzia, edhe gjithçka një të up kuptimin e vet. S'ka më për të kuptim kurrë. Do më veç shkon duke u shkym kështu më radh. Nuk ka shkja udhës. Do të më gjetë forcë me vazhdu jetën tutje. E ka ardhur një tek Fudhali ibn Iyad rahimahullah, e është anku kalim këshir. Ka thonë, vllai nderuar, nëse kishim me qenë në burg bashkë me djalin, ti dhe djalin në burg,
e djali është lëshu para teja, ishe gëzu. Po që shë gëzu? Tha tani dhe, dunjaja është burg i muslimanit, a e lëshu për burgut para teje? Në në shku në gjenet para teje? Shë ka që fa kuptimi, ata? Në ndush me këthy kapala të të me shiku, jo kapala e kundër të. Që ka që? Nëse dëmon, e ka lëshu zote për burgu dunjas, ku është kuaj? Në gjenet, me simtar, fëmi. Ani para teje ka shku në gjenet, një copë që ka mri në gjenet para teje, të pratë në gjenet. Nëse ti përshamë vonosh me në gjenet, në tërmecet e ka Allahu për ty, ti e gjithë më fitimtar. E për të ndërëzër, kur njëri ngushtohet, kur i ngushtohet njëri u të pomja, i ngushtohet hapësira kur mënë veç me dunja. Dunja është ngusht, është e shkurt, problem dunja, problem. Që ka njerë përshamë që i luftojnë për përjetësin dunja. Dojnë të emet, s'mund është me met, se ka caktua Allah me met, badjama. Lezore para do diti këne nëzu me sigurë dhe një nga miliarderët e mëdhaj që ka shpenzu miliona, shikoni, miliona ka shpenzu në vetë për shëndetin e tij. Do në gjithë shka të shëndet shme hongër, gjithë shka, mos e pas rrëdh veti kur gjë kancerogjene, as plastike, as kur gjë, gjithë shka në një të veçantë, para miliona në vjetë ka shpenzu, që me rrujt shëndetin, me rrujt rinin edhe mos me dekë. Miliona. Në fundit, para të dite, është godit me një smundje që i thojnë autoimune. Në smundje që s'ka shërim, trupi e shkatron vetën e tij, vetëm mrena. Ai ka këshyr me ndrejt trupin për jashtë, Allah e ka spuhi mrena. Mi ka du që në dunja s'mundesh me gjetë rahatin shpëti për kërkan. Ma djao edhe nëse shpenzon miliona. Dunja është e ngushtë. Nësë njeri për shembull i des dikush për të afërme, edhe veç me dunja do me kalu. S'mundesh, se në dunja e ke hu për gjithmonë. Po që s'tjekët mërzia kur, normal. Po që të kena nejte, tash i shërrite, tash i shku në shkolla, tash veç me dunja me lidh, kur nuk fillesh atë. Si të fut në kombërim ahiretin zgjonohet. Po është nesër, tani nesër gjën e kap hesapi. Atje zgjerohet pamja, zgjerohet disponimi, zgjerohet zemra. Dhe na do të mësoj që ahireti me inkuadru gjithmonë. Na do të më përmirësu dunjan, dunja sot ka mundësi, po prapë dunjaja që ashtu, pa të ngushtu dikon, pa të therë dikon, selen, që ashtu të ka kryu Allahu te bartëra. Njëri të zbot rahat. Edhe parahatia në dunja është rahmet për Allahut. Nëse përmes parahatis, Allahu a kujton rabëve se nuk jeni arë me najtë të, keni me dalë për këtujt. Pa në përshon njërë me rëndu në dunjatë në ndërëzër, edhe mas me pas kur gajle. As nuk smuhet, as nuk i des kërkosh, as nuk ka probleme. A menën që kënjë nërë për ahiret, kur nga se lidhet për dunja, ama kur des dikush, hum diqka, i shkan diqka, sa këtu rahati i burë, ka me dalë të në piktujt. është problemi që njerëzit të kujtu deka edhe ahireti kur i des dikush. Ke pa për shembull njerëz kur kanë mirëqenie, kanë rahati, se përmenin që dunjaja është sprove, është e ngushtë. Pse? Se po i shkon mirë. Si t'ju ngushtohet atë abor dunja që është të po edhe përpara ke që është. Po ti se lezoj shanta. Andaj nuk duhet me pranu dunjan si të rahatshme, si të mirë, si të këndshme kur je ti mirë. Nga se edhe atëherë nuk i mirë atë. Atëherë nuk i mirë. Për shembull të ndërozër, një begati në dunja, a e gëzën ti komplet që shoqja begati? A e gëzën komplet? Jo, se gëzën. Çdo begati që e ki në dunja i ka kufizimet e veta. S'munësh çka dush për me ta. Nuk munësh. Nuk munësh me e përdojë për çka dush. S'munësh. Çfarë do begatie që është? Andaj, dunja e të kufizan. Për këta që njëri u në gjësë provë, duhet me shiku, për tej sprovë që e ka godit. Ku me shiku? Me shiku që ka fitoj me këtë e ka Allah i manua. Sikur që ka thonë Amer ibn Abdulazizin Rahimullah, ka thonë nësë Allahu Azogjel ta merë një begati e ta kompenzon me sabër, dije se e që ta ka dhonë është me madhe se e që ta ka marë. Shumë fjole meqme, shumë. Nga se me të begati ke bujt me fitu një knacin dunja, një rahati. Ta ka marë Allah Azogjel, në vend të asot e ka për sabër, me sabër që a fitan, dunja i heret. Përndaj, Allahu Gjelloha gjithmonë t'jap mundësi me fitu. Kur me Allah me ku, vëllë, kur? Ama kush? Si kur se ka hadith, thumë me htesebehu.
Pastaj e shpreson e bën hesab që tek Allahu ka më gjithë. E ai që çështoj bën hesab, dhe bën sabër, ç'ka fiton? Fatkeqësia më e madhe është kur njëri e humb një dashun, e humb një mundësi me fitu shumë, dhe çka ndodh? Kur gjithë fiton me këtë. As nuk fiton dunja e lavdat, e as nuk fiton ahiret shpërblim. Kjo është më e keqe e mundshme aftë. Këtu janë dy hadithe që do të më përmend të domosdoshmë me këtë rast, ka hadithe të tjera, mos e zgjasim për sot më tepër. Nëse Allah na zgjon që Allahu xhalla xhelalu na ruaj nga fatkeqësitë e dunjas, nga sprovat e ndryshme që mundën me na trondite, me na lkund në jetën e kësaj dunjaje, veçanërisht nga sprovat që godasin fen ton, familjen tonë, pasurinë, shëndetin dhe gjithçka që e lehtëson jetën e këtë dunjë. Po nëse Allah na godet me një sprovë, nëse Allah që të na pajis me sabër mjaftueshëm, që me të kalu ç'ish duhet, dhe gjithmonë syt me i pas ka ahireti për të dunjos. Nëse shikon për të dunjos, çdo mangësi e dunjos shndrohet në mundësi të përfitimit në ahiret. Nëse shikon veç për të dunjos, atëre situata mund të errësohet dhe mund të komplikohet edhe vërtetësohet. Allahu na ruaj. Allahu nderoft, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.